Në këtë vit ritmi i punës edhe aktiviteteve në Agjencinë Katastrofë të Kosovës ka qenë në intensitetin më të madh të mundshëm për shkak të shumë aktiviteteve që janë të realizuar paralelisht dhe jena në fazën e përmbylljes së disa projekte. Disa projekte të cilat veç kanë përfunduar e që mund të shërbejnë secili prej jush si institucione që veproni edhe keni çastin e përballë janë rindërtimi i informacioneve kadastrale, avancimi edhe zhvillimi i sistemeve kadastrale, zhvillimi i gjëportalit shtetëror dhe gjëportalit për IKR, analizimi, korrigjimi dhe futja në sistem zyrtar të elaboratave të shkruajsimit, skanimi dhe indeksimi i dokumenteve arkivuese kadastrale, si dhe ndërlidhja shtetare me adresën zyrtare. Një tjetër arritje e Agjencisë Kadastrale të Kosovës në muajin e fundit është edhe lancimi i platformës për regjistrimin e adresës zyrtare të vendbanimit përmes Kosovës. Kjo nis tash është funksionale, i mundson qytetarëve të regjistrojnë adresën e tyre zyrtare online, pa pas nevojë me shku në sportimet e zyreve kadastrale komunale të zyreve të urbanizmit, deri tash përmes kësaj platforme deklarimin e adresës zyrtare ka bërë mbi 750.000 qytetarë të vendit dhe kjo besoj që sipas dinamikës deri në fund të vitit do të arrihet një numër i konsiderueshëm edhe shpresojmë që deri në pjesën e parë të vitit tashëm të gjithë qytetarët e kenë adresën e tyre zyrtare. Në kuadër të kompletimit të sistemit të adresave, përrejt të parë edhe emërtimi i rrugëve në 4 komuna veriore, të përfshirë komunën e Novogradës, pra asnjë rrugë në Republikën e Kosovës nuk është pa adresë zyrtare. Tash jena në fazën përfundimtare të numërimit të hyrjeve në këto 5 komuna, edhe shpresojmë që deri në pjesën e parë të vitit tashëm të kemi edhe numrat e vendosura fizikisht në terren në këto 5 komuna, gjithashtu edhe emrat zyrtar të rrugëve. Me gjithë sfidat dhe volimin e madh të punëve që janë të realizuar prej anës së Agjencisë Kadastrale të Kosovës, jera të vazhduar trendin e reformave dhe ndryshimeve të rëndësishme. Aktualisht është realizuar projekti i ndërtimit të informacioneve kadastrale, i cili përfshin 10% të territorit të vendit. Jemi në fazën e përmbylljes ose është përmbyllur fshata e madjeve dhe tash komisioni dhe në komisionet kanë filluar me trajtimin e lëndëve për zyrtarizimin e transaksioneve formale, për zyrtarizimin e trashëgimisë dhe aktivitete tjera që janë të përfshime në fazën e projektit të ndërtimit të informacioneve kadastrale, që është një numër i konsiderueshëm qytetarëve që po bëjnë zgjidhje të cilat kanë munguar sa i përket problemeve të tyre të trashëgimeve tash e një kohë të gjatë. Te çështja e zhvillimit të sistemeve, me datën 28 nëntor do të lancojnë sistemet e reja kadastrale, do të jetë një reformë, do të jetë një histori sa i përket shërbimeve që ofrojnë nga si institucion. Nga data 28 nëntor, asnjë qytetar nuk më pas nevojë me shku në sportimet e zyreve kadastrale komunale për të shërbime. Pra gjitha shërbime që ofrohen prej Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe prej zyreve kadastrale komunale do të kenë mundësi të shërbehen qytetarëve në formë digjitale. Jena në fazën e trajnimeve, këtë shtunë kanë trajnuar edhe grupin e fundit që janë në TEP, por është një numër vetëm mençëre zyrtarëve që janë trajnuar deri tash. Edhe po shpresojmë që kanë pasur hapësirë dhe kohën për të familiarizuar me sistemet e reja në mënyrë që prej datës 28 nëntor në kanë qenë në shërbim gjithë qytetarëve. Kur po them digitalizimi i shërbimeve, po në kuptoj edhe këto institucione të cilat veç janë të interesit të përfshirë në TEP, në momentin që qytetari ardhën në frazën të noteri, nuk po më pas nevojë më me dërgu fizikisht në zyret kadastrale komunale, noteri do ta bëjë regjistrimin e lëndës, edhe kjo do të kontrollohet gjithçka në formë digjitale prej zyrtarëve të zyreve kadastrale komunale. Benefitet e qytetarëve do të jenë të mëdha, edhe të institucioneve, të kushtuar edhe kohën, të kushtuar edhe aspektin financiar, po edhe
efikasitetin të eliminu gjitha burokracitë që të kanë ekzistuar në kodët të shërbimeve venditore që përruan prej gjirëve parastore komunale. Besoj një pas rast në pale që portalin e një shtetëror që është lancu në fund të teatorit, është një portal që ishte këmë shërbim gjitha institucioneve, ka ndryshime të mëdha në kodët të funksionalitetit dhe në kodët të efikasitetit që ofrojnë dhe shërbime që ofron ky portal. Gjithashtu për herë të parë janë publikuar edhe pronarët e gjitha parcelave në ky portal, por secili qytetar mund të pasë se kush është pronari i parcelave. E kemi zëvendësuar portalin që ka qenë në funksion gati për 10 vite, ai vjetri. Tani linku nuk ka ndryshuar për shkak që është bërë me të njëjtin emër. Kjo për arsye që edhe të gjithë përdoruesit dhe profesionistët e fushës që kanë përdorur gjeoportalin e paraprak, ne po çështjet e njëjta për të naviguar në këtë platformë. Metodologjinë e dizajnimit të sistemit kanë qenë shumë aktuar për cilët është bërë një punë fillimisht një analizë për kërkesat që duhet dalin për zhvillimin e dy gjeoportale, me qenë se ka qenë projekt shumë i madh për shkak të përfshirjes së dy gjeoportaleve. Është bërë një komision për hartimin e kërkesave për këtë projekt, ku janë konsultuar profesionistë e fushës, gjeodetët dhe kompani gjeodete të licencuara në Republikën e Kosovës. Modelin as is që kemi përdorur me të gjitha funksionalitetet dhe me të dhënat që ka qenë në gjeoportalin ekzistues janë bartur, përveç që është rritur performanca, kvaliteti dhe shfaqja e të dhënave të qartë kërkimit, janë shtuar edhe funksionalitetet të tjera. Para se të fillojmë me prezentimin, duhem të pak ashtu të më të regu çfarë institucioni është AKPP-ja në një bazë dhe çfarë ligj është i themeluar. Ndërsa Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Punës është të themeluar sipas në 142 Kushtetues së Republikës së Kosovës. Përveç mandatit të saj kryesor përcaktuar me ligjin për themelimin e AKPP-s, i ndryshuar dhe plotësuar së fundmi, ka trashëguar dhe një pjesë të përgjegjësimit dhe detyrave nga Agjencia Kosovare e Dronës dhe Drejtoria për çështje procedurore banesore. Vlen të thekë që deri më sot Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Dronës ka trajtuar mbi 70.000 kërkesa për çështje procedurore duke nxjerrë vendime përmes organeve të saj profesionale dhe pavarur. Kjo ka kontribuar në ndërtimin e kapaciteteve me përvojë të vogël, duke bërë AKPP-n një institucion me standard të lartë, profesionalizmi në fushën e trajtimit të çështjeve procedurore. Do të thonë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Dronës është themeluar sipas ligjit bazik të saj, ndërsa ndryshim cilësi i ligjit. Okej, bajë. Ashta po flas pak shpejt, po ma të shëndërejtë. Ligji bazik i Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Dronës dhe ndryshim plotësimi i ligjit, i cili ka ndodhur tash fundi në vitin 2023. Dhe rregulloria për trajtimin për procedurat e trajtimit të informalitetit. Ka dhe akte tjera në ligjor Agjencia në kuadër të strukturës vet, mirë po për shkak të temës që ka të bëjë me njohjen ligjore dhe formalizimin e së drejtës procedurore, përmend vetëm rregullore numër 18/2023. Gjatë këtij viti, domethënë, Agjencia është fokusuar më së shumti në pranimin e kërkesave. Domethënë, gjitha kapacitetet e saj ka fokusuar në pranimin e kërkesave, duke bërë një fushat këgjë dinamike për të njoftuar qytetarët për këtë drejtë që këtë mundësi ligjore që ofrohet për njohjen dhe formalizimin e së drejtës procedurore. Përvoja gjatë kësaj periudhe, domethënë, janë shpërndarë diku 100.000 pletushka për informim, janë bërë disa video informuese për të njoftuar qytetarët, si dhe ka bërë një fushat deri në det, e cila besoj dhe ka rezultuar më suksesshme për njoftimin e qytetarëve. AKPP ka qenë të pranishme edhe për sheshe qyteteve me shtande të ndryshme që ka organizuar takime të ndryshme edhe për mja vlerësuar qytetarëve procesin e aplikimit ose të parashtrimit të kërkesave, ka zhvilluar një platformë elektronike që qytetarët kanë mund i parashtruar kërkesat edhe në formë online, do pa pasur nevojë të vizituar zyrët e saj.
Këtë një paraqitje të shkurtë të strukturës organizative të AKKVP-s, bordit të vikshës, e kemi një bord vikshës me 3 ndërkombëtar dhe 2 vendor. Sekretaria ekzekutive është agjencia që është organ ekzekutiv dhe administrativ, që i zbaton vendimet dhe mandatin e saj në përpunimin e rasteve, trajtimin, udhëheqjet e drejtorit dhe i raporton para kuvendit komisioneve përkatëse parlamentare. Kemi në strukturën tonë 2 komisione, komisioni për kërkesa punësore, që është përgjes për marrjen e vendimit për raste që paraqiten për njohje përmarrje dhe njohje ligjore për marrjen e së drejtës punësore. Po ashtu ky komision, në fazën tjetër e shembit, është përgjes për të zgjidhur dhe marrë vendime për disa kërkesa nga mandati i trashëguar i AKP-s, për disa kategori ligjuse. Komisioni është organ i pavarur, përbërë nga 3 anëtar, të mbruar nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Këtojmë pëllonë statistikor gjatë sektorit agronë në Kosovë, sipërfaqja e tokës bujqësore, ekonomitë bujqësore që gjenë në Kosovë. Është shumë e rëndësishme pronësia, është shumë e rëndësishme se ekonomitë bujqësore në Kosovë janë duke u zhvogluar. Ashtu po ndodh edhe me vonë. Një po është duke rritur sipërfaqja mesatare e tokës bujqësore që punojnë për ekonomi familjare. Sepse me një sipërfaqe më të madhe ekonomi familjare ti mund të jesh më konkurrues, më fitimtrues dhe më rendabil në tregën e Kosovës. Sfidat kryesore për shfrytëzimin e tokës bujqësore në Kosovë, sfida më e madhe është humbja e tokës bujqësore nga ndërtimet e paplanifikuara apo ndërtimet ligjore. Po ndërtimet ligjore pa mirë të studiuar, kemi humbje të tokës bujqësore me sisteme të rritjes dhe në komunikacion, me planë zhvillimore komunale. Jo pjesë të studiuar dhe mirë të analizuar. Problem tjetër është konsolidimi i papërfunduar i tokës të viteve 4, nuk të së do të ajë. Administrimi, menaxhimi dhe privatizimi i tokës bujqësore është një proces të cilë ka filluar që nga viti 2003, ende duke zhvilluar, ka sfida të veta, të cilat kanë pas anet pozitive dhe negative. Mirë, po një politikë e mia për administrimin dhe menaxhimin e tokës bujqësore në një shtet është shumë rëndësishme. Nëse ne po një politikë të dobët, kur s'ke mundin e këtyre politikës është politikë që ndikon drejt për drejt me sistemin juridik, qoftë edhe me zhvillimin e vendit. Mungesa e informacionit transparent për tregun të tokës, të drejtat punësore të pazhur apo të pafësuar, ndotja industriale që ndodhin nga efektet të ndryshme. Të gjitha këto janë një sfidë e cilat merret shfrytëzimi i tokës